أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Hamdi I takon Allahu Gjeleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërëfyes dhe na dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tonat për zemërta qofshin mbi vullën e pejgamberisë të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati nderuam, Allahu Gjeleshanuhu neve si ummet na zgjodh që të jemi ummet bartës të Kuranit dhe na boni si ummet I Kuranit të jemi ummet mesatar, ummet I cilin nuk e teprojmë në asnjë send, ummet I cili në çdo send është I matët. Të kemi maturi në veshje, të kemi maturi në ushqim, të kemi maturi në çdo segment të jetës, të mos e teproje muslimani. Dhe në rregullisht si hoxhallar shpesh në për raste ku ka ushqime bëjmë një dua, kulu washrabu wala tusrifu, hani pini, po mos e teprojni, se Allahu nuk I don ata që e teprojnë. Dhe kjo jo vetëm në ushqim teprimi është punë e papëlqyeshme, po përgjithësi në çdo segment të jetës nuk është mirë të teprohet. Dhe jo vetëm në sendet nevojat të njerëzit, po edhe në gjanat të cilët ndonjëherë ne mendojmë se I bëjmë si ibadet, kinse të fitojmë sevape, po ndonjëherë shkaku I teprimit ndodh të ngelim pa sevape. Sevap fitojmë vetëm atëherë kur e bëjmë një punë ashtu si e kërkon Allahu dhe pejgamberi I tij. Po nëse diçka qesim prej mendjes tonë, diçka e bëjmë si pas qefit tonë, si na e merr mendja neve me hamendje, atëherë aty ngelim pa shpërblim dhe pa sevap. Dhe pasi jemi ummet mesatar, duhet kemi kujdes edhe në aspektin e ibadetit, të mos shpikim gjana prej mendes tonë, të mos bëjmë gjana që s'kan lidhje me ibadetin, ti mendojmë se jemi të bëj ibadet. Dhe nga pejgamberi alayhis salam na kanë arritur shumë raste, shumë hadithe ku tregohet qortyshmëria, ku pejgamberi alayhis salam e ka qortu veprimin e disa llojeve të mentaliteteve që njerëzit ato tabihatet e veta janë mbështetin Islamit. Ti nuk guxon Islamit ti mbështetish diçka që nuk është e saj. Nuk lejohet që të shtish në Islam sende që nuk I përkasin, po duhet atë të cilën Allahu dhe pejgamberi alayhis salam na e lipën neve, dhe jo të bëjmë gjana me hamendje. Njëherë në kohën e pejgamberit alayhis salam tregohet për një person të cilin e kishte pa pejgamberi alayhis salam duke marrë abdes, dhe ai gjatë marrjes së abdesit harxhonte shumë ujë. Dhe kur e pa pejgamberi alayhis salam, çdo herë kur e ka pa një veprim që nuk është si duhet, pejgamberi alayhis salam ka ndërhy, ka reagu. Dhe I thot pejgamberi alayhis salam mos vepro thot në këtë mënyrë, po thot I matët në harxhim, mos harxho thot tepër ujë. Njeriu u habit tha ja Rasulullah, a edhe te ujti ka harxhima? Tha po. Bile tha edhe nëse I e në lumë dhe I e të marrë abdes në lumë, thot kujdes mos e tepro. Dhe tash xhamati nderuam, shife, pejgamberi alayhis salam na këshillon edhe lumin me e pas përpara, dhe nëse aty merr abdes,
që të kiesh kujdes mos e teprush, po ti është i matët dhe mesatar. A si jemi ne? Mos flasim në harxhimin e ujit. A jemi mesatar kur marrim abdes? Ne harxhojmë abdes vetëm të marr, një bojler në shkon ndoshta të marr abdes. Harxhojmë ujë kur bëjmë gusëll të ula, ndoshta sa mund ta lajsh një shleper ti e harxhon për një njeri. Del e ujit sokakin, ferët i ujtën, kockët i ujtën, asfaltin e ujtën, harxhon ujtin kot e kot, a ndoshta atë ujtin edhe se pagu. Dhe tash, ku është ki mesazhi pejgamberit alayhis salam që na tha kujdes në harxhimin e ujit kur të merrni abdes, kujdes mos e tepro, bile edhe nëse je në ujin që rrjedh në lum, kujdes mos e tepro. A teprojmë ne apo jo? Mos flasim. E dim si cili se sa teprojmë me ujin që harxhojmë kot. Dhe tasha jemi në mësimet e pejgamberit alayhis salam. Po të na kish pa neve pejgamberi alayhis salam ditësodit se si veprojmë ne me ujin. Çka të na thojte pejgamberi alayhis salam? Na lefdrojte këto punët tona apo do të na qortojte? Do kishim marrë qortime garant. Prandaj duhet jemi të vëmendshëm se edhe në marrje të abdesit pas ka teprim. E feja islame nuk e do teprimin. Po ashtu edhe në dua kur është puna, pejgamberi alayhis salam sahabët e tij i ka mësuar që edhe gjatë duas të jenë të kujdesshëm dhe mos bëjnë teprime në dua gjana të cilët nuk kanë bëjnë me lutje. Pejgamberi alayhis salam një herë e ndëgjoi një djalë të ri i cili kur bënte dua bojte lypte prej Allahut detaje. Dhe ndif pejgamberi alayhis salam duke bë dua, o Allah, ma mundso gotat e xhenetit. O Allah, mi mundso bardakët e xhenetit. O Allah, mi mundso tanjirët e xhenetit. O Allah, mi mundso hirit e xhenetit. O Allah, ma mundso lumet e xhenetit. E këtë xhenetit, kot e kot fjalë. Pejgamberi alayhis salam e dëgjoi tha, mos e tepro tha kështu. Po tha bën dua, o Allah, ma mundso xhenetin, se nëse Allah i tha ta bën nasip xhenetin, dhe ta japë xhenetin me këta të mirët çka jon aty. Nuk ka nevojë si cilin sen ta lypish ka një. Nuk jetë e hinë marketet i marsendet ka një. A hinë në xhenet, inshallah Zotit na e mundsoje. Po, në moment që hinë në xhenet, Allah i ta jep xhenetin me këta të mirët çka ka brenda. Nuk ka nevojë të bësh teprim në lutje kot e kot. Po lutum për gjithësi, ashtu e mësoi pejgamberi alayhis salam. Bën dua të përgjithshme, o Allah më mëso xhenetin. O Allah më mbroj nga xhenemi, kjo të mjafton. Nuk ka nevojë të lutesh, o Allah më jep çka kvadrat në xhenet, o Allah çket pjesë në xhenet, o Allah çket kat në xhenet. Nuk është rregull kjo. Duhet të dish edhe çka të lypish. Shkoi një herë njëri, i tha ja Resulullah, tha, unë tha s'di, tha të lutem, tha sikur ti dhe Ebu Bekri, po tha mësom diçka. Pejgamberi alayhis salam tha, po çka lutesh ti? Po tha, u tha, thomo Allah ma mundso xhenetin, rujëm pi xhenemit. Ç'ke tha e bëj? Edhe u tha me Ebu Bekrin rreth çksaj tha sillmi. Edhe u tha me Ebu Bekrin rreth çktyn e dyjave, na ruaj Allahu prej xhenemit dhe të na e mundsoj xhenetin. Kjo është ajo parimi kryesor i muslimanit. S'ka nevojë të lutesh për detale, s'ka nevojë të lutesh për imcina, po lutu për sendet të cilat janë përgjithshme. Sa Allahu kur do të mbrojë prej xhenemit, do të mbrojë prej çdo lloji dënimi në xhenem. O Allah, ruajmë prej sinxhirëve të xhenemit. O Allah, ruajmë prej kësaj xhenemit. Jo, lutum përgjithësi. O Allah, ruajmë prej xhenemit. E nëse Allahu trun prej gjithçka që ka në xhenem. Nëse Allahu ta mundson xhenetin, ta mundson me kretat mirët që janë në xhenet. Po ashtu, ndonjëherë njerëzit vetja vështirësojnë ibadetet vetvetes. Shpesh njerëzit i bëjnë do teprime që Allahu s'ja lyp, e pastaj bëhet sebeb që ajo teprimi ai ndoshta e lën edhe farzin. Falu gjithë natë namaz nafile, e kur të vije vakti i sabahit e ka zonë xhumi se ne fal sabahin. Ti 100 rekat fali namaz nafile natës, nuk mund të zaventojnë 2 rekatet e farzit sabahit. S'mund t'i zaventoje. Sa dush falu natën, nëse të ka zonë xhumin sabah, kot është. Prandaj duhet mësofmi cilës duhet japim përparësi. Përparësi ka farzi, pastaj vin suneti, e pastaj vin nafilet. Pra duhet ta dim radhitjen, po mos e rrezikojmë farzin
duke bo nafile. Pse pejgamberi a.s. e konsideroi të qortueshme që njeriu 15 ditë e fundit muaj Shaban, që janë para Ramazanit, të agjërohet nafile? Pse? Që njeriu mos e lodhe vetveten, që të agjërojë nafile kur të vijë Ramazani, se në mba farzin që është Ramazan. Pra më mirë është ta ndale pak nafilen, po kryesorja kur të vije farzit mundohet farzin ta bëjë në mënyrën më të përkryme, që mos e randojmë veten me sende të cilat nuk na i lyp Allahu, e pastaj mos kemi mundësi t'i bëjmë punët që Allahu na i lyp. Dhe kemi një hadith nga Abdullah ibn Busri radiallahu anhu, dhe tregon, thot, erdh një sahabe, erdh një njeri te pejgamberi alayhis salam, dhe i tha: ja Rasulallah, unë tha, mu kanë shtu, tha, obligimet, mu kanë shtu, tha, detyret, angazhime kom të shumta, po tha, nuk mundëm t'i mbri keta. A ka mundësi, thot, të ma mësësh dhe një pun të letë që unë t'a bëj, e Allahu që se i knaqët me mu? Çka i tha pejgamberi alayhis salam? Tha: mbaje gjuhën të lakt me dhikr ndaj Allahut. Që një ibadet? Pra që mos e lodhësh askje ko, po mbaje gjuhën të lakt me ibadet, me dhikr, duke e përmend Allahun. Thuaj sa më shpesh subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber, la haula wala quwata illa billah. Thuaj këse dhikre sa të mundësh. Jo vetëm kur ti jesh në xhami, se ne vetëm kur him në xhami, ulmi edhe marrim bëjmë dhe një tesbih. Jo, në çdo gjendje dhikrin mund ta bësh, në çdo gjendje. I e në vetur, i e te prit semafor, thuj tesbih, bën subhanallah, thuj elhamdulillah. I e te prit kolon, ke shku në doktor, ka njerëz i kallaballok para teje, duhet 20-30 minuta të preç, sa të nisish nervozohesh, shahësh, thuj dhe një dhikr, bën istikfar. I e te këshir televizor, i e te ndojt, hunxhu, bën dhe një istikfar, bën dhe një dhikr. Pra mëse qo kohën kot, i e te bo pun, i e më pun, i e te ly, i e te pa marrë parasysh çfarë pune i e te bo. Sa i e te bo punën, thuj dhe një dhikr, edhe punon, edhe dhikr bën. Pra kjo është ibadeti më i lehtë, që njeriu të angazhoje dhe të lage gjuhën e vetë me dhikr. Pra kështu e mësoj pejgamberi alayhis salam, askje kot bësh nafile, askje mundësi të bësh shumë punë vullnetare, mbaje gjuhën e lakt me dhikr, Allahu do ta kompenzoje me çdo send që ti mund ta bësh, do thot, duke qenë i angazhuar. Po ashtu, shkoi një sahabe tjetër te pejgamberi alayhis salam dhe i tha: ja Rasulallah, nëse unë, tha, e fali namazin, e jap zekatin, e mbatha Ramazanin, halalin e di halal, haramin e di haram, nëse i bëj, tha, që këto, a shkoj, tha, në xhenet? Pejgamberi alayhis salam tha: po. Dhe njeriu nisi të shkoje, dhe pejgamberi alayhis salam u tha shokëve të vet: nëse dojni, tha, ta shifni, tha, një xhenetli, shifnja, tha, çket njeri. Pra xhamati nderuar, kjo është e qëllimi, që njeriu të mundohet t'i boje sendet primare, të mundohet t'i boje gjanat elementare. Dhe Allahu nuk e ka bot vështirë xhenetin, Allahu nuk e ka bot të rëndë ta fitoj xhenetin, se Allahu xhenetin për njerëzit e ka bot, po njerëzit ja randojnë vetvetes. Njerëzit shpesh e randojnë vetvetën dhe nuk bëjnë atë që duhet. E inshallah taala që jemi prej atyre të cilët nuk shkojmë teprime, që mos lodhemi, pastaj mos kemi energji që t'i bëjmë ibadetet të cilat Zoti na i kërkon neve. Po ashtu ka pasur edhe në të kaluamën njerëz të cilët e kanë tepruar në gjana të cilat i kanë nxjerr prej mendës vet. Një rast konkret e kemi: një herë pejgamberi alayhis salam e pa një person i cili ishte nis për në hax, dhe ishte nis për në hax duke e pas devën me veti, ama nuk i hipte devës hecte në kom. Dhe pejgamberi alayhis salam i pyeti njerëzit për rreth, tha: çka është ta puna e këtij? Tha: ja Rasulallah, ki, tha, u ka zotu që të shkojë në hax në kom. Dhe pejgamberi alayhis salam këto gjeste nuk i ka desht. Ai ndoshta ka menduar se o të bëjë një punë të madhe, do nisëm në kom në haxhillok. Jo, pejgamberi alayhis salam nuk i ka pëlqyer këto veprime të cilët njerëzit i shtin brenda feje, a në fakt s'kan bëjnë me feje. Haxhi është ibadet, a me shkumja në kom nuk është ibadet, se nuk është punë të cilën Zoti ta lyp. Dë smuhësh dikun për u dhe dë lodhësh dikun, pastaj ja le fajnë fejs. Nuk t'ka faj feja, t'ka faj mendja.
Dhe pejgamberi alayhis salam tha, thujni këtij në të hipen deve edhe në ta boje haxhin. Nuk ja lyp Allahit hecën kam. Në të hype devën e ka, po. Pse hecën kam atë? Çka i duhet Zotit e hecmja jote në kam? Hyp edhe hec për në hax. Njëherë tjetër njanin e pa pejgamberi alayhis salam ditë xumaje duke mbajt hutbën, e pa atje jashtë dikandin i cili rriten ndell edhe rriten kam. Edhe pejgamberi alayhis salam te kallzu ders aja tërhoq vëmendje, se njeri kur kallzon, kur fol, kur i ka njerëzit përpara, si cilin e shet, cili bon muhabet, cili o te ngu, cili o te kshirë tërma, cili është te kërkundi, dhe thot si cilin e shet. Ashtu edhe pejgamberi alayhis salam duke kallzu, krejt koncentrum njën ja gjen ndell. Edhe pejgamberi alayhis salam tha, çka është ta puna me atë? Tha, ja Rasulullah, ai tha, sot e ka bon jetë mbaja agjërim. Ama agjërimin ta mbaje ndell, e në trien kam, mos hunxhet sot gjithë ditë. Pejgamberi alayhis salam çka tha? Thujni atij, në të hunxhet, në të hijen ndërhije, edhe le ta vazhdojë agjërimin. Si duhet Allahut ai trien kam? Çka i duhet Allahut ai trien kam ose ndell? Kur çmuhet pastaj mulen doktor. E prandaj nuk ka nevojë ta lodhish veten me xhana, të cilët Allahu xhaleshanuhu nuk i lyp. Po ashtu një herë te pejgamberi alayhis salam ndodhi të shkoje një person që ishte me flokët pakre, teshët e vjetra, dhe pejgamberi alayhis salam një herë mendoi se ky mos është një fukara. Dhe i tha, çka është ta puna jote? Si e ke tha gjendjen ekonomike? Kjo ka qenë tërbie pejgamberit alayhis salam, jo ta paragjykoje më një herë. Po e ka pyet një ta shohm si e ka gjendjen ki. Tha, pse tha ti tha kështu me teshat vjetra, flokët pakre, tha, si ke kushtet ekonomike? Tha, mirë, tha, ja Rasulullah. Tha, çfarë pasunisht tha posedon? Po tha, kom pasuni, tha, kom dele, kom tha lop, kom tha deve, kom tha toka, kom tha bereqete, tha, elhamdulillah. Tesha, tha, a kije? Tha, po. E po tha, pasi kije, tha, pasuni, mos hajde, tha, edhe njëherë me xhlis që kështu, tha, i pa ndrejqet, i pa krehet. Shko, tha, krej, tha, flokët. Kush i ka, tha, flokët në ti krej, aj që i kanë ra, ta shkimi që ka të bëjmë, së në qesim flokë të reja, po aj që i ka, tha, në ti mbaje. Edhe veshin i parteshat mira, që kur të vish xhami, si cilit të tjese me rak, jo të vish, do thot me partale, po të vish me tesha që si cilit të jese lakmin, xhami e të shku, khudhu zine të kumin dhe kulli mes gjithin, thot Allah në Kuran, kur shkojnë në xhami, zgjedh një teshat më të mira, e tash, shkoj personi, edhe u këthy. Kur u këthy, kish kre flokët, i kish vesh një partesha të reja, e tha, a nuk o tha ma mirë që këshu se si parës? Dvish, tha, njeri u flokët, a si një shejtan, tha pakre, a nuk është tha ma mirë që këshu i krehat, i regullu, se sa dvish në formë të cilën Allahu se pëlqen? Dhe Allahu xhaleshanu thot në fund të surës Duha, besoj surën Duha shumica prej juve dini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dhe me të mirët të cilët Allahu të ka begatu, ti trego. Do thot, jo qëtë shalom, ama mëse mshe nëse Allahu të ka dhoni begati, Allahu të ka dhoni pasuni, mëse nënshmoat. Allah i ka dhoni, elhamdulillah, ndoshta milionat i ka me, pyt e valla krize madhe, zdilen qosh. Po nëse ti milioner së ndilken qosh, po ne me 3-400 euro si dhe dalim. Atër për ne gjikam bet, ne tërkuz vetëm shkojmë t'i blejmë që të pare dhe të varmi t'i kundi. Po nëse ti milionin e kije dhe thot kriz, gjikam bet për qjerët atër. Elhamdulillah, thuj ka, a i shkreti gjithin pazar me kulice, shtyën thot elhamdulillah, a i qetri shpijen 1 milion, pare ka keta anët, kriz thot. Në udhu bilapë, qka është kjo ankes? A ankosh me të mirët e Allahut ka keta anët mira, ka keta anët bereqet, ka keta anët kemi të mira, e në hala themi kriz, keq, qfar krize, shkosh i fi restoranët, së nëzosh rent, iftarët 1.000 denar menyja, për një njeri ka 10 veta në stall. Kriz ka na, so kriz gjemat, kriz kemi për edukat, kriz për moral, kriz për luksus, ama kriz për të hangër, për të pi, s'ka kur njani. Që ka ardhë vakti fitrave zeqatit, si cilin nga rejnë tërmat e poshtë në gjenë fukara. Shfar krize është e kjo? S'ka kriz. Kure shene fukaraja ka njës qese qalom, lemo këtë punë, s'ka hajra ti thush se pas ka kriz. Fukaraja qëtë qalom, ma shumë se ti pare ka. Thot mi kam vedh vjetë 15.000 euro kesh, po nëse ti fukarat i pim fitrat, i pas ke 15.000 kesh,
Në qerët ka 1.000 euro si kemi kesh, e tash unë duhet të të bi ty. Çfarë logjike ka kjo? Pra kemi, elhamdulillah, kemi xhamat dhe me të mirët që na i ka dhënë Allahu, duhet të tregojmë, jo të mshehim, jo të tankofmi, jo të themi s'ka. Ka, elhamdulillah. Nëse s'dim të menaxhojmë është problemi jonë, ama Allahu ka dhënë ka këta onët. Që këtë ujtin të cilin ne e pime dhe e harxojmë kot, dikush i vdes për çket ujë. Që vdesin për ujë që s'kajnë të pinë. A ne harxojmë ujtin kot e kot, edhe themi krizë. Në botë vdesin çdo minutë fëmijë vdes për bukë. A ne bukën e harxojmë, ndoshta i kemi 10 veta në sofër, a bëjmë ushqim për 20. 3 veta në stall, buka për 15 veta. 3 dëhan kur ta shoh shumica në bërllog. Mase krizë, çfarë krizë? S'kemi krizë, elhamdulillah, budallakia jemi të bon. Ama krizë nuk ka, ndoshta s'dim ta menaxhojmë, ndoshta e fugim bërllog e pastaj bëhet kriza. Se normal ti kur ta blesh mi valla ka hip mishi. Po normal ka hip ti e merr yemekin, cell tanjirin bërllog, shkon në restorant, ketë ka 3 feje mishni, 1 në ndahaje, 2 të jesin bërllog, e krizë. Po normal Allah i të sprovoje pastaj. Ama prap nuk e kemi krizën qatë shkesh sa mendojmë ne. Elhamdulillah në këta anët përsëri kemi, dhe inshallah Allahu Teala mos e largoje këtë mirësi dhe këtë begati. Pra teprimët Allahu nuk i donë. Duhet jemi të kujdesshëm mos shkojmë teprim, se teprimi pastaj bie kriza. Po ashtu xhamati ndarshëm. Njeriu ndonjëherë të mendu se do boje shumë ibadet, përsëri Allahu nuk është razimat. E kemi rastin e Abdullah ibn Amrit radiallahu anhu, i cili si sahabi ishte i rinë çket mosh kur e ka taku pejgamberi alayhis salam, thuhet se i ka pas 17 vjet, këtë energji. Mendojte se gjithë ditë e gjithë natë njeri duhet vetëm ibadet boje. Ki për ditë mbajte Ramazan nafile, nuk foli për Ramazan. Çdo ditë jashtë Ramazanit mbajte nafile dhe gjithë natë falte namaz. Dhe pejgamberit alayhis salam i shkojnë vesh kjo rutinë e atij. Dhe takojnë një ditë, tha Abdullah, tha hesa këtu. Tha njerëzit që të thonë se ti tha çdo natë tha rrin tha pa xhum te u fal, e çdo ditë i e të agjëru. Tha po ja Rasulullah. Tha mos vepro kështu. Ti tha të agjërosh 3 ditë mujt. 3 ditë mujt. Njën në fen islame ditët e bardha, dita e 13, e 14 dhe e 15 e mujt hijri. Tha mbaj 3 ditë mujt, Allahu një e shpërblen me 10. 3 ditë sa 30, edhe Allahu në fund ta shkruan sikur ka agjëru cel mujt. Edhe pse ti 3 ditë i ke mbajt. Tha jo ja Rasulullah, mund më shumë. E po mirë tha. Atër di mbash tha të hanë e tejte. Të mjafton kjo. Jo tha du hala ma shumë. E po tha dhe mbash tha një dit po, një dit jo, dhe kjo është agjerimi Davudit a.s. Dhe mos e te pro ma shumë se kjo. Dhe natën pak dë flesh, pak dë qosh. Një pjesë dë falësh, një pjesë dë flesh, një pjesë dë përkushtosh me familjen tande, edhe tha në këtë mënyrë dë veprësh. Abdullah ibn Amri thot kur erdha në pleçni, se kur i kish 17 vjet kollaj, kur je i ri energji sa po do, ama thot kur mbrina në pleçni, atëherë i rash pishmëm, pse nuk e mora këshillën e pejgamberit alayhis salam? Pse nuk veprova ashtu si më tha pejgamberi alayhis salam, se tash thot e kam vështirë, edhe s'mundëm thot ta mbri atë rutinë që e bojsha përpara, tash thot s'e mbri. Dhe kështu pejgamberi alayhis salam nuk kish qejf që dikushit të maltretoje vetin. Maltretimi vetit nuk është pjesë e ibadetit xhamat. Ta mbytish vetin nuk është pjesë e ibadetit. Bone çfarë sa të lyp Allahu. Se çdo teprim që nuk ta lyp Allahu do të bjerë vështirësi. Dhe kemi rast edhe një herë kur te Aisha radiallahu anha shkuan 3 persona. Dhe i than Aishës radiallahu anha, si vepron një ibadet pejgamberi alayhis salam, çfarë ibadet është bën? Ajo ja u përshkrujti si vepron pejgamberi alayhis salam, dhe ata e pan vetin sesion kërkundi. Njëri tha, unë tha prej sot e ta gjem, për ditë tha dëmba agjerim. Ai tjetri dyti tha, unë tha prej sot e andej, çdo natë gjithë natë vetëm dë falem. Ai treti tha, unë tha prej sot e andej, tha mo nuk martohem, dëri ka lugjer. Dhe pejgamberit alayhis salam i mbrini ki fjalë, kur erdhi shtëpia Aisha i tregoi dhe dol në xhami, edhe u nervozu pejgamberi alayhis salam, nuk u gëzu me këto muhabetet e atyne. Ata thanë të bëjnë ibadet, ama s'u gëzu pejgamberi alayhis salam. Përkundrazi sahabët thonë ju stërkuq fytyra. Dhe tha çka është ta puna me disa njerëzi. Thonë se gjithë natë do falen, gjithë ditë do bëjnë agjerim dhe nuk martohen.
Tha, unë tha jom pejgamber dhe ju s'mund bofni tha më devotshëm se unë. Se nja ka përceshti me ibadet pejgamberit alayhis salam. Po unë tha jom pejgamber, po tha dëni ditë tha ha, dëni ditë tha agjeroj, folin për nafile. Dëni pjesë natës tha fali namaz nate, pak tha flej. Edhe tha jom I martum, e tha kush hek dorë nga suneti jem, nuk është tha prej meje. Me ragibe anë sunneti felej se minni. Kush largohet prej sunetit tem, nuk ka hise mo me mu. Prandaj nëse dojmë t'jemi umet mesatar, umet I pejgamberit alayhis salam, duhet ta bëjmë ibadetin si e kërkon Allahu dhe pejgamberi alayhis salam, dhe të largohemi nga teprimet, se çdo teprim na largon pastaj prej thelbit dhe esencës të cilën Zoti e lyp. E nëse shkojmë bëjmë gjëra të cilat nuk duhet, pastaj mund të vim në gjendje që mos I bëjmë sendet të cilët duhet. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.